me ish futbollistin e Vllaznis dhe ish kapitenin e kombëtarës Rudi Vata, pikërisht në prag të ndeshjes raundet të fundit të fazës finale. Rudi, një situatë jo shumë e këndshme për atmosferën kuqe-blu. Pritet ndryshe, Vllaznia ishte favorite për titullin kampion, por dy humje të radhazi, fillimisht me Dinamon dhe me pas me Egnatin, e kanë zberë shumë mundësinë e titullit. Po jam plotësisht dakord, është e vërtet që Vllaznia ndoshta po të analizosh edhe Vllaznin e 7 ndeshjeve të fundit, ndoshta qysh ndeshjen e kupës gjysmëfinale me Dinamon, ku Vllaznia mori goditje në Shkodër, ishte i goditje që ndoshta nikoj për pjesën tjetër të mbetur të kampionatit. Pra nga ajo ndeshje, Vllaznia ka bë 7 ndeshje, ka fitu një ndeshje me Flamurtarin, ka pësu 6 humje, janë shumë. Për një skuadër e cila ka qenë dominante, e cila i ka lanë tonin kampionatit, një skuadër e cila ishte pretendentja kryesore, duke pa edhe diferencën që kishte me skuadrat e tjera, sepse me të vërtet kjo Vllaznia si mjeqme ishte një skuadër e kompletume, ishte një skuadër e cila të regoj karakter e të regoj vendosmëri prej në fillim të kampionatit. Në shumicën e kampionatit pjesën më të madhe ka qenë dominante, kryesuese absolute, pat oscillacionet e vogla, po prapë rimori vetin, por me dy humjet e fundit, sigurisht kanë qenë 2 humje tepër të rënda në gjitha drejtimet, edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin fizik, ka lojtarë të rëndësishëm që janë damtum dhe s'mundën me marrë pjesë, siç është Gurishta apo në një tjetër. është një Vllazni të shti pothuajse e dorëzume. Sigurisht që është një ndeshje dhe me këtë ndeshje varet çdo gjë nëse Egnatia pëson një humje të rënditëse nga Dinamo dhe Vllaznia fiton me Elbasanin. Por me llogarit normale të profesionit mund del që Vllaznia tashma e ka humbur luftën për titull. Sigurisht që gjithkush mundet me besu deri në sekondën e fundit, por diçka e shikoj që nuk është më ajo Vllaznia që kishte atë zjarmin, e kishte atë energjinë që t'jepte besimin që do të dalin kampion. Sidoqoftë në Shkodër edhe besojnë. Vetë nga drejtuesit e klubit Vllaznia, vetë skuadra, futbollistët, opinioni, ju thatë është e vështirë, realisht e vështirë është, por Dinamo mund të luajë me dinjitet përfitore? E vështirë, shumë e vështirë. Duke ditë që Shqipëria është një vend marrëveshjes, Shqipëria është një vend pazare, Shqipëria është një vend që blehet e shitet çdo gjë, mendoj që Egnatia nuk mundet me toleru me humb kampionatin. Sigurisht që neve na duhet shumë punë dhe shumë djerës për me fitu kundër Elbasanit, i cili është vëllai një kundërshtar i cili shpreson që Egnatia mund të marrin një rezultat që i shkon për shtat të ekipit Elbasanit, por në Shqipëri çdo gjë është e realizueshme. Pyetja është se si mund bin dakord ndoshta edhe njerëzit, por në aspektin profesional unë e shikoj pothuajse të pamujtën, edhe pothuajse të pameritume, sepse një skuadër e cila gjatë 7 ndeshjeve të fundit të kampionatit bashkë me kupën humbet 6, me llogaritë e mia profesionale nuk më del që ti e denj me fitu kampionatin. Po jo vetëm Vllaznia, mendoj edhe Egnatia edhe Elbasani patën disa rezultate tepër shgënjyese në fundin e fazës të fundit. Kampionati humbi disi shkëlqimin, edhe për mendimin tem ishin disa ndeshje që nuk ja rrisin vlerën ekipeve të kampionatit superiores shqiptar. Ishin disa ndeshje që lanë shumë për të dëshiruar, disa kompromise që nuk i shërbejnë futbollit. Por nejse unë mendoj që ky kampionat ka qenë një kampionat i bukur me eksitime të ndryshme,
me një lloj superioriteti të shumicën e kohës nga Vllaznia, por fundi mendoj që nuk ishte ai fund që gjithë pritnin. Ishte një fund i cili na zhgënjeu. Rudi, të ndalemi përsëri tek java fundit sepse tashmë është finalja, kjo javë vendos gjithçka. Fakti që dy skuadra, Vllaznia dhe Elbasani, janë të interesuar që Dinamo të fitojë në Ignatius. Sa e forcon karikimin e Dinamos në këtë aspekt, kur edhe Elbasani edhe Vllaznia mund ta motivojnë, po themi, Dinamon për të luajtur fort. Shpresoj që Dinamo të luajë fort, shpresoj që Dinamo të luajë ndershëm, të luajë pastër, shpresoj që lojtarët motivohen për me marrë maksimumin në këtë ndeshje, ndonë se Dinamo s'ka luan për asgjë, mund të thona, por shpresoj që të motivohen, sepse motivi është shumë i rëndësishëm. Dinamo ka fitu kupën, ka realizu një objektiv tepër të rëndësishëm. Dinamo me ndeshje direkte me Vllaznin ka pas disa relacione jo fort mira, sepse ka pas edhe konflikte mes stafeve. Është një Dinamo që mundet me fitu ndeshjen, nëse është totalisht e karikume, e motivume, por njëjtën kohë është një pikë pyetje, është një diçka që ndeshja duhet luajt. Unë jam i sigurt që ndeshja me Elbasanin duhet luajt në mënyrën më të mirë të mujtën. Ndeshja duhet mu fitu, të paktën Vllaznia me myll Final Four me një fitore. Nëse Vllaznia arrin me fitu, të paktën ka bë atë që është dashur me bë deri në sekondin e fundit. Kështu që ndeshja duhet me mos mu fitu, por është një situatë ku jenë në një pozicion inferiorit, sepse je nga mrapa tashmë që shpreson që diçka, një mrekulli me nol. Dhe mrekullinat munden me nol, por unë e shikoj të vështirë. Do të jenë dy kupa të rezervuara për ekipin kampion, një në stadiumin e kryeqytetit Arena Kombëtar dhe një në Elbasan Arena. Për Rudi Vatën, ku përshën më tepër kupa, cila kupë do të dorëzohet në Tirana apo në Elbasan? Unë e shikoj ma tepër në Elbasan. E shikoj ma tepër në Elbasan. Ignatia mendoj që është favorite kryesore. Rudi Vata, faleminderit për këtë intervistë. Si gjithmonë korrekt dhe shumë i saktë në komentet tuaja. Faleminderit.